Horoskopi ditor e diel 12 prill 2026. Dashi. Do ju gjeni me njëherë zgjidhje problemeve në çift gjatë kësaj dite. Do të jeni më bashkëpunues dhe më tolerant me atë që keni në krah. Beqarët nuk do të jenë me shumë fat në dashuri dhe nuk do të mund të ndryshojnë as sot statusin e tyre. Financat do të dobësohen nëse ju shpenzoni kuturu. Ruani maturin sepse po ngelet pa para, askush nuk do të mund t'ju ndihmoj. Demi. Edhe nëse keni probleme të vogla në çift gjatë kësaj dite, nuk duhet të dramatizoni situatën. Gjithçka mund të zgjidhet me pak durim dhe maturi. Beqarët nuk do të jenë në kohën e përshtatshme për të filluar histori dashurie. Duhet ende të presin. Të ardhura do t'i menaxhoni me shumë kujdes dhe gjendja do të fillojë me njëherë të stabilizohet. Binjakët. Ditë goxha e animuar dhe plot të reja, kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do t'ja kaloni mjaft mirë pranë atij që dashuroni dhe gjithçka do të shkojë për mrekulli. Shfrytëzoni çdo sekond. Beqarët do të ndihen gati për të filluar histori dashurie me personat që kanë njohur përpara disa kohësh. Ekuilibri financiar do të tronditet jashtë mase, prandaj bëni kujdes. Gaforja. Bashkëpunimi në çift do të forcohet ndjeshëm gjatë kësaj dite. Do të flisni për çdo gjë që ju shqetëson apo që ju gëzon dhe do të ndiheni mirë pranë partnerit. Beqarët jo vetëm që do të realizojnë takime mbreslënse, por do të mund të krijojnë edhe një lidhje afatgjatë. Për financat, gjërat do të shkojnë mirë. Nuk priten as pak vështirësi për të kryer shpenzimet e domosdoshme. Luani. Pritet që kjo ditë të jetë shumë e vështirë për ata që janë në një lidhje. Debatet do të jenë të pafundme dhe mezi do ta kaloni ditën. Beqarët do të kenë takime pafund, por nuk do të mund të fiksohen pas askujt. Më vonë do të pendoheni që nuk keni bërë një zgjidhje. Situata financiare do të vijë duke u përmirësuar, por mos kërkoni asgjë me ngulm sepse mund të gaboni. Virgjëresha. Do t'jeni shumë të ngarkuar me punë sot dhe nuk do t'i kushtoni rëndësinë dhe kohën e duhur atij që keni në krah. Dijeni se duke lënë pas dore dikush tjetër mund t'u armbej. Nëse jeni beqare dhe tentoni të joshni dikë, përdorni mjetet e duhura dhe mos gënjeni për asgjë. Financat do t'jenë më të mira se kur më parë, dhe kjo për shkak të një shume të madhe të ardhurash. Peshorja. Mosmarrveshjet në çift do t'jenë pambarim gjatë kësaj dite. Nuk do të pranoni për asnjë moment të kërkoni falje, sepse do të mendoni që keni të drejtë për gjithçka. Për beqarët gjithçka do të jetë më ndryshe. Planetët do t'ju shtyjnë të tregoheni më të hapur ndaj takimeve. Financat do të jenë të paqëndrueshme dhe as pak të favorshme për të kryer investime. Akrepi. Do jepni më shumë se kur prioritet jetës tuaj në çift sot. Marrëdhënia me partnerin do të jetë akoma më e bukur se më parë. Beqarët nga ana tjetër do të jenë në humor. Nuk do të mungojnë dashuritë me shikim të parë dhe jeta e tyre do të ketë ndryshime rrënjësore. Në sektorin e financave priten ndryshime rrënjësore të situatës. Do i realizoni dhe investimet e menduara. Shigjetari. Dashuria në çift do të jetë gjatë gjithë kohës së mbrojtur gjatë kësaj dite. Do të bashkëpunoni me gjithçka me atë që keni në krah dhe nuk do të keni as problemin më të vogël. Beqarët, edhe pse nuk do e kenë mendjen tek krijimi një lidhje, do kenë mundësi të mrekullueshme për takime. Mos i humbisni. Në planin financiar, edhe pse situata do të jetë e mirë, reflektoni përpara se të shpenzoni. Bricjapi. Gjatë kësaj dite do të jeni shumë romantik dhe do të bëni partnerin të ndihet si në ëndër. Momentet e lumtura do të shumë fishohen. Beqarët do të kenë disa takime dhe do të fillojnë të ëndërrojnë mjaft për personin që do të kenë afër. Këshilla e yjeve është i marrin gjërat sa më shtruar. Financat nuk do të jenë as pak problematike, përkundrazi, disa do të kenë përmirësime.
Ujori. Do të jeni mjaft sensual me partnerin tuaj sot dhe do e përkëdhelni gjatë gjithë ditës atë. Ai do t'ju ridashuroj. Edhe ata që kanë pasur mosmarrëveshje do të jenë një ditë më të qetë. Beqarët do të kërkojnë aventura dhe do të jenë të privilegjuar. Të tjerët duhet të presin edhe pak. Situata financiare do të jetë komplekse. Bëni kujdes me hapat që do të hidhni që të mos e përkeqësoni gjendjen. Peshqit. Pritet që kjo ditë të jetë shumë e vështirë për ata që janë në një lidhje. Debatet do të jenë të pafundme dhe mezi do të kaloni ditët. Beqarët do të kenë takime pafund, por nuk do të mund të fiksohen dot pas askujt. Më vonë do të pendoheni që nuk keni bërë një zgjidhje. Situata financiare do të vijë duke u përmirësuar, por mos kërkoni asgjë me ngulm sepse mund të gaboni.